Kur flas për drejta, nuk flas thjesht dhe vetëm për të drejtat që i shkojnë më njëherë në mend gjithsecilit kur përmendet kjo fjalë, po flas për shembull edhe për të drejtën e një page më të madhe për shkak të vjetërsisë së punë. Nuk e kemi pasur, sepse s'kemi pasur mundësinë, jo sepse nuk e kemi njohur një të drejtë të tillë. Sot, mësuesit, mjekët, infermierët, punonjësit e policisë, forcat e armatosura, marrin edhe bonusin apo pagën ekstra të vjetërsisë në punë. Nuk mund të paguhet njësoj dikush që ka një vit që punon me dikë që ka 15 vjet në punë. Këtë e kemi ditur, por nuk kemi mundur ta materializojmë. Pse? Sepse ekonomia nuk na ka dhënë këtë mundësi, sepse të ardhurat e mbledhura nuk na kanë dhënë këtë mundësi, sepse administrata që kemi pasur nuk na kanë ndihmuar sa duhet për t'ia dalë dhe për ta realizuar këtë mundësi. Sot e kemi, sepse ekonomia na përgjigjet edhe sepse administrata na ndihmon.